Vendit dhe jo ushtarin e partisë. E them me keqardhje këtë, sepse nga seanca në seancë ju po demonstroni që vetëm kryetar kuvendi nuk jeni thjesht një ushtar besnik i partisë dhe ajo që është më rënda, jo thjesht i partisë, por ushtar besnik i skuadrës së pushkatimit që narkosi që është pak para jush aty, ka caktuar ndaj opozitës, i pushkatimit politik. Po. Pse? Zotinoka, me ligjer dhe kadre rregullores, masë disiplinore tërheqje vëmendje. Ju le mos përdorni seancën e kaluar, zotëri kodit të sjelljes të deputetit. Kaluar. Ju përjashtuat kreun e opozitës për një deklarat që u mbajt jashtë kësaj salle dhe që nuk kishte asnjë kontekst fyes apo ofendues për askëm. Ishte një deklarat e cila citonte mot a mo thënien e një ambasadori në një emision. Por ju të ushqyer me urrëtie ndaj opozitës dhe kryesisht ndaj kreut saj, e keni të pamundur që të pranoni të vërtetën. E gjithë ajo që bët ndaj Sali Berishës është urrëtie ndaj së vërtetës. Dhe gjithashtu si që mësuar të lëvizim me makinacione, e gjitha ishte një makinacion për të mbuluar zhurmën që po bëjnë në opinionin publik për të famshmin ligjin tuaj të barazis gjinore, ku mashkullit, para dite i thoni mashkull, dhe mazita do t'i thonë femër, ku familja shkatrohet dhe rënohet, ku transvestiti do konsiderohet njeriu dinjitoz i kësaj shoqërie, ku transseksuali do të favorizohet dhe ai që do të qëndrojë siç e ka bërë Zoti do të diskriminohet me ligjin tuaj, ku ju me atë ligj vendosët të shkatroni përfundimisht familjen shqiptare, pasi ish populluat, pasi i varfruat, pasi e inkriminuat të shoqëri, tani ju erdhi momenti të jepni goditjen e fundit shkatrimit të familjes me qëllim për të shkatroni këtë shoqëri. Dhe një shoqëri që i ka mbjetuar luftrave, po shkatrohet me vendime dhe me ligje politike. Ndaj, zotri, ose bëhu kryetar, ose mos e lejo veten të keq përdoresh, se do ikësh me turp, siç kanë ikur disa nga të keq përdorit këtu. I shikon ti këtu? Janë ulur. Shumë faleminderit për këshillën. Fjalën e